Në janar të vitit 1997, në tavolinat e kafeneve të Tiranës dhe në duart e deputetëve që hynin në kuvent, qarkullonte një gazetë vetme faqe, të cilën shumë prej tyre e lexonin me një lloj tmerri të heshtur. Ishte Rilindja Demokratike, organi zyrtar i vetë Partisë Demokratike, partia që dikur kishte lindur si simbol i lirisë pas 46 vjetësh diktaturë. Në atë numër të janarit, gazeta e partisë në pushtet shkruante fjalë që në çdo vend tjetër demokratik do të kishin dukur të pabesueshme, sepse ato nuk godisnin një armik të jashtëm, një ish komunist të fshehur apo një agent të huaj. Ato godisnin njërin nga themeluesit e vetë asaj partie, njeriun që 7 vjet më parë kishte qenë i pari që u ngjit mbi një tribun të improvizuar dhe kishte thyer heshtjen e 46 viteve. E quanin kloun, mjeran të politikës shqiptare. E quanin Kumarshi, drejtues bastesh, provokator të dështuar, i rrethuar nga një tuf bredhacakash ordiner. Dhe, në një gjuhë të koduar që askush nuk mund ta ngatëronte me diçka tjetër, e quanin edhe pilot vdekje, një njeri që padronët e tij, thuaj në artikull, kishin vendosur ta përdornin, tashmë të pavlefshëm, si sakrificë të fundit. Emri i njeriu që merrte këto goditje ishte Azem Hajdari. Dhe emri i njeriu që qëndronte pas atyre fjalëve, qoftë drejt për drejt, qoftë përmes besnikëve të tij në krye të gazetës së të partisë, ishte Sali Berisha, presidenti i Republikës së Shqipërisë, dikur mjek kardiolog, dikur edhe ai një bashkëluftar i të njëjtit front, dhe njeri që vinte nga po ai treve malësisë veriore, prej nga vinte edhe vet Hajdari. Kjo është historia që rrallë tregohet me holësi, sepse mbi të gjithë mbulon hija e madhe e asaj që ndodhi më vonë, në një mbrëmje shtatori të vitit 1998, kur plumbat në një cep rrugë të Tiranës i dhan fund jetës së Azem Hajdarit. Por përpara se të vijë ajo mbrëmje, ka 8 vjet të tërë lufte, të cilën shqiptarët e pan të zhvillojë para syve, jo mes dy kampeve armike, por brenda së njëjtës parti, mes dy njerëzve që dikur kishin ngrënë bukë të njëjtë, kishin ndarë të njëjtën frikë dhe kishin dalë bashkë nga i njëjti mal për të ndryshuar historinë e vendit të tyre. Kjo është historia se si dy djem nga Tropoja ndërtuan së bashku lirinë e Shqipërisë, dhe si pastaj, hap pas hapi, vit pas viti, e njëri prej tyre e ktheu atë liri kundër tjetrit, derisa lufta e tyre e brendshme u bë aq e ashpër sa kërcënimet e para në gazet u zhduruan në fund në një kërcënim aq real sa vetë vdekja. Për ta kuptuar këtë luftë, duhet të kthehemi te fillimi i çdo gjëje, te dita kur dy burra nga i njëjti mal, të lindur në kushte krejtësisht të ndryshme, u gjetën papritur në krye të një force që do të ndryshonte vendin e tyre përgjithmonë. Sepse pa e njohur fillimin e kësaj aleance, është e pamundur të kuptohet pse rrëzimi i saj do të lindte pas kaq shumë hidhërim, kaq shumë gjak të fshehur nën fjalë politike dhe një pyetje që shqiptarët ende sot e bëjnë me zë të ulët. Nëse Azem Hajdari e ndezi shkëndijën që rrëzoi komunizmin, përse i njëjti vend, i njëjti sistem që ai ndihmoi ta krijonte, u kthye kundër tij me një tërbim aq të madh sa ta zhderonte brenda pak vitesh prej heroj kombëtar në armik të shpalur publikisht të vetë partisë së tij. Malesia e Tropojës, në skajin verilindor të Shqipërisë, atje ku kufit e vendit takohen dhe malet e Alpeve shqiptare ngrihen si mure të pathyeshme drejt qiejlit, ka qenë gjithmonë një tokë që formon njerëz të veçantë. Është një trev ku bora bie herët dhe zgjat gjatë, ku jeta kërkon durim dhe forcë, dhe ku, për shekuj me radhë, kanuni i vjetër i Lek Dukagjinit ka reguluar marrëdhëniet njerëzore me një ashpërsi që nuk njeh kompromis. Nga kjo tokë e ashpër dolën, brenda pak vitesh nga njëri tjetri, dy burra që do të bëheshin figurat qendrore të tranzicionit shqiptar. Njëri prej tyre, i lindur më 11 tetor të vitit 1946, në vidisht të Tropojës, ishte Sali Berisha, djali një familje me pak a shumë të njëjta rrënjë të thjeshta, i cili kishte ndjekur rrugën e mjekësisë, ishte bërë kardiolog me renome në qendrën spitalore universitare të Tiranës dhe kishte arritur në kohën e regjimit edhe të kryente specializime jashtë vendit, një privilegj i rrallë në një shoqëri të mbyllur pas kufive të hekurt. Tjetri, shumë më i ri, i lindur më 11 mars të vitit 1963 në Bajram Curri, ishte Azem Hajdari, djali i një familje të thjesht punëtorësh, student i filozofisë në Universitetin e Tiranës, i njohur mes shokëve për temperamentin e tij të fortë dhe për një ndjenjë drejtësie që nuk pranonte kompromis. Këta dy njerëz, me kaq dallim moshe dhe përvoje, nuk kishin asnjë arsye të dukshme për të gjendur bashkë në krye të një lëvizje historike.
E megjithatë, kaosi i madh i dhjetorit të vitit 1990 i bashkoi në një mënyrë që askush nuk e kishte planifikuar. Kur në natën e 8 dhjetorit shpërtheu protesta studentore në qytetin studentit të Tiranës, kur mijëra të rinj dolën në errësirë për të kërkuar dritë dhe përfunduan duke kërkuar liri, ishte Azem Hajdari ai që u ngjiti pari mbi një stol betoni dhe foli me zërin e tij të papërkulur. Brenda ditësh, ai zë u bë simbol. Por një lëvizje populore, sado e fuqishme, ka nevojë edhe për struktura, për njerëz me përvojë organizative, me lidhje intelektuale, me aftësinë për të negociuar me pushtetin dhe për të përfaqësuar lëvizjen përpara botës së jashtme. Dhe në atë kërkim për figura që mund ta qonin protestën drejt një force politike të organizuar, emri Sali Berishës filloi të përmendej gjithnjë më shpesh, si një njeri me prestigj profesional, me aftësi oratorike dhe, siç do të thuhej më vonë, me kontakte të vlefshme edhe brenda vetë strukturave të regjimit që po binte. Më 12 dhjetor të atij viti, vetëm 4 ditë pas natës historike të protestës studentore, në një ambient universitar u themelua Partia Demokratike e Shqipërisë, partia e parë opozitare pas gjysmë shekulli sundimi të vetëm partie. Themelimi ndodhi me një shpejtësi që sot, pas kaq vitesh, ende habit historianët. Brenda pak ditësh, njerëz që deri atëherë nuk njiheshin mes tyre, që vinin nga rrethe krejtësisht të ndryshme të shoqërisë, disa ish të burgosur politik, disa intelektual të paknaqur, disa student të rinj e të zjarrt si Hajdari, u bashkuan për të krijuar një forcë të vetme kundër regjimit. Në krye të kësaj force të re, si kryetari i komisionit drejtues, u vendos vet Azem Hajdari, simboli i gjallë i rrugës që kishte quar deri atje. Ishte një moment i drejtë historik. Ai që kishte marrë guximin e parë të fliste, që kishte rrezikuar jetën e vet mbi një stol betoni në një natë dhjetori pa dritë, merrte tani drejtimin zyrtar të lëvizjes që sapo kishte lindur. Por ai udhëheqje e parë e Azem Hajdarit do të zgjaste vetëm pak muaj. Ishte një periudhë ngjeshur, plot energji e plot pasiguri, kur partia e re përpiqej të gjente formën e vet mes trysnisë së jashtme të regjimit që ende qëndronte në pushtet dhe presionit të brendshëm të mijëra antarëve që prisnin veprim të shpejtë. Brenda kësaj periudhe kaotike, dinamika e brendshme e partisë filloi të ndryshojë. Sali Berisha, me prestigjin e tij profesional, me lidhjet e tij në qaqet intelektuale të Tiranës dhe, siç do të pretendonin më vonë disa kritik, me mbështetjen e disa qarqeve që shihnin tek ai një udhëheqës më të kontrollueshëm e më të pranueshëm për botën perëndimore, sesa një ish student i ri e i papërvojë siç ishte Hajdari, filloi të konsolidonte gradualisht pozicionin e vet brenda strukturave drejtuese. Në shkurt të vitit 1991, vetëm 2 muaj pas themelimit të partisë, drejtimin e Partisë Demokratike e mori zyrtarisht Sali Berisha. Azem Hajdari, heroi i rrugës, u zhvendos në pozicionin e nënkryetarit. Ky moment, sado i thjesht dukej në pamje të parë, ishte në të vërtetë fara e parë e gjithë asaj që do të ndodhte më vonë. Për shumë vëzhgues të kohës, ndryshimi i udhëheqjes dukej si diçka e natyrshme, madje e nevojshme. Partia e re kishte nevojë për një figurë më të pjekur, më të aftë të përballej me diplomacinë e brendshme dhe të jashtme, dhe Berisha, me moshën, me titullin e tij mjekësor dhe me aftësinë e tij retorike të stërholluar, dukej si zgjedhja logjike. Vet Hajdari, të paktën në sipërfaqe, e pranoi këtë ndryshim pa protestë të hapur. Ai mbeti brenda strukturave drejtuese si nënkryetar, vazhdoi të ishte një prej zërave më të dëgjuar të partisë dhe në pamjet e jashtme, marrëdhënia mes dy burrave nga tropoja dukej solide, madje e përforcuar nga lidhja e tyre e përbashkët krahinore. Por poshtë kësaj sipërfaqeje të qetë, diçka kishte ndryshuar në mënyrë të paktyeshme. Njeriu që kishte rrezikuar gjithçka i pari, që kishte folur kur të tjerët heshnin, tani gjendej në hijen e dikujt tjetër, brenda vetë krijesës së tij politike. 4 zgjedhjet e para të lira shënuan ngjitjen e vazhdueshme të Hajdarit në skenën parlamentare, edhe pse gjithmonë në një pozicion të dytë ndaj Berishës. Më 31 mars të vitit 1991, ai u zgjodh deputet për qarkun e Shkodrës. Vitin pasues, më 22 mars, u zgjodh për qarkun e Shijakut. Këto vite të para parlamentare e pan Hajdarin duke ndërtuar një profil të veçantë brenda strukturave shtetërore, atë të njeriu që merrej me çështjet më të ndjeshme të sigurisë kombëtare. Në vitin 1992 deri në 1996, ai shërbeu si kryetari i Komisionit Parlamentar për Rendim Publik dhe Shërbimin Shqiptar të Informacionit, i njohur me shkurtimin SHIK.
Ky ishte një post jashtëzakonisht i ndjeshëm, sepse i jepte atij qasje të drejtpërdrejtë në sekretet më të errëta të shtetit të ri shqiptar, në dosjet e ish regjimit, në operacionet e shërbimit sekret dhe, siç do të dëshmonin ngjarjet e mëvoshme, edhe në informacione që mund të përdoreshin si armë kundër vetë atyre që i kishin krijuar këto struktura. Ndërkohë, jashtë kufive të parlamentit, Hajdari vazhdonte formimin e tij personal, me një kuraj që pak politikanë të kohës e tregonin. Ndërmjet viteve 1993 dhe 1994, ai shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të studiuar gjuhën angleze dhe filozofinë, duke kërkuar të zgjeronte horizontin e tij intelektual përtej kufive të ngushtë të një vendi ende në kërkim të vetvetes. Në vitin 1993, ai përfundoi degën e filozofisë në Universitetin e Tiranës dhe 2 vjet më vonë, në 1995, mori edhe diplomën në juridik nga i njëjti universitet. Këto tituj akademik të fituar në mes të një karriere politike të ngjeshur me kriza e konflikte, tregojnë një anë tjetër të personalitetit të tij, atë të njeriut që donte të kuptonte thellë ligjet e idet, jo vetëm t'i deklamonte ato nga tribuna. Por ishte pikërisht ky kombinim, forca politike e rritur nga rruga, njohja e thellë e sekreteve të shtetit dhe pavarësia intelektuale e fituar nga studimet, që e bënte Azem Hajdarin gjithnjë më të vështirë për të kontrolluar nga qendra e re e pushtetit, që po ndërtohej rreth Sali Berishës. Sepse ndërsa Berisha, i zgjedhur presidenti i Republikës në prilin e vitit 1992, fillonte të konsolidonte një stil qeverisje gjithnjë më personal, gjithnjë më të paduruar ndaj kundërshtimit, qoftë ai i jashtëm apo i brendshëm, Hajdari mbetej një njeri që nuk dinte të heshte, që nuk ishte mësuar kur të ulte kokën, dhe që, edhe pse ende brenda strukturave të partisë, po fillonte të shihte me shqetësim rrugën që po merrte shteti i ri, që kishte ndihmuar ta ndërtonte. Ishte pikërisht kjo periudhë, mes viteve 1992 dhe 1994, kur filluan të shfaqen shenjat e para të asaj çfarë do të bëhej brenda pak vitesh një prej luftrave politike më të ashpra e më personale të gjithë tranzicionit shqiptar. Në pamje të jashtme, gjithçka dukej ende në rregull. Hajdari mbante ende poste të rëndësishme, vazhdonte të zgjidhej deputet, vazhdonte të quhej publikisht një prej themeluesve të mëdhenj të demokracisë shqiptare. Por brenda kuluareve të partisë, mes njerëzve që i njihnin mirë të dy burrat, kishte filluar të përhapej një ndjenjë re. Ndjenja se 2 stile krejtësisht të ndryshme udhëheqjeje, njëri i prirur drejt kontrollit të centralizuar dhe autoritetit personal, tjetri i prirur drejt kundërshtimit të hapur dhe pavarësisë së pa kompromis, herët avon do të përplaseshin. Askush ende nuk e dinte sa larg do të shkonte ajo përplasje. Askush ende nuk e imagjinonte se brenda pak vitesh, faqet e gazetës zyrtare të vetë partisë do të mbusheshin me fjalë aq të ashpra sa ato që do të lexoheshin në janar të vitit 1997. Por fara ishte tashmë mbjell, dhe siç ndodh gjithmonë me farat e mbjella në tokë të helmuar nga pushteti dhe frika, ajo do të rritej ngadalë, e padukshme për shumicën, derisa një ditë të shpërthente në sipërfaqe me gjithë forcën e saj shkatërruese. Për të kuptuar se si u rrit ajo farë, se si 2 burra që dikur ndanin të njëjtën tokë malore dhe të njëjtën betejë kundër diktaturës u zhderruan në armiq të hapur brenda së njëjtës parti, duhet të ndjekim tani hap pas hapi vite që erdhen. Duhet të shohim si Sali Berisha, i ngjitur në majën e pushtetit shtetëror, filloi të shihte te ish bashkëluftëtari i tij nga tropoja, jo më një aleat të çmuar, por një kërcënim gjithnjë më të madh ndaj autoritetit të tij personal. Dhe duhet të shohim si Azem Hajdari, njeriu që nuk dinte të heshte, zgjodhi, hap pas hapi, të vinte vete në krah të çdo force që kundërshtonte fuqinë gjithnjë më të pakontrolluar të njeriut që ai vetë kishte ndihmuar ta ngrinte në pushtet. Kjo është historia e një lufte që u zhvillua jo me tanke apo me ushtri, por me fjalë, me akuza, me përjashtime nga partia, me artikuj gazetash plot helm dhe, siç do ta shohim, edhe me kërcënime që siç dëshmoi fundi tragjik, nuk ishin thjesht retorik politike. Ka edhe një element tjetër të figurës së Azem Hajdarit që shpjegon pse Sali Berisha e shihte atë si një kërcënim aq të veçantë, ndryshe nga çdo kundërshtar tjetër i mundshëm brenda partisë. Ndryshe nga shumica e politikanëve të kohës, fuqia e Hajdarit nuk rriste vetëm nga një post i vetëm zyrtar, i cili mund të hiqej me një dekret apo me një votim parlamentar. Fuqia e tij ishte shpërndar në disa dimensione paralele të jetës publike shqiptare, secila prej tyre e pavarur dhe secila prej tyre e vështirë për tu kontrolluar nga qendra e pushtetit presidencial.
Në planin sportiv, nga viti 1995 e deri në vitin e vdekjes së tij, Hajdari ishte presidenti i klubit sportiv Vllaznia të Shkodrës, një prej klubeve më të dashura e me histori më të gjatë të futbollit shqiptar, me një bazë tifozësh të përhapur në gjithë veriun e vendit. Njëkohësisht, ai mbante edhe presidencën e Federatës Shqiptare të Arteve Marciale, një post që e vinte në kontakt të vazhdueshëm me brezinë e ri të sportistëve, me instruktorë e trajnerë në përgjithë vendin dhe që i jepte një lloj autoriteti mbi një komunitet të tërë njerëzisht të disiplinuar, të organizuar, e shpesh edhe të gatshëm fizikisht. Në një vend ku struktura shtetërore ende ishte e brisht dhe ku kufiri mes politikës, sportit dhe influencës personale ishte shpesh i turbullt, kontrolli mbi organizata të tilla nuk ishte thjesht një hobi anësor për një politikan të zënë. Ishte në thelb një rrjet i vërtet të ndikimi, i ndërtuar mbi besnikëri personale dhe respekt të fituar, jo mbi hierarki partijake që Berisha mund ta manipulonte lehtë përmes strukturave zyrtare. Kjo pavarësi e shumëfisht e Hajdarit u shtua edhe më shumë kur ai mori drejtimin e sindikatave të pavarura në fund të vitit 1996, sepse tani, brenda pak muajsh, i njëjti njeri kontrollonte njëkohësisht simpatinë e një pjese të madhe të bazës punëtore të vendit, respektin e komunitetit sportiv verior dhe legjitimitetin historik të heroit të dhjetorit. Ishte një kombinim që asnjë politikan tjetër i asaj kohe, përfshirë vetë Berisha në momentet e para të karrierës së tij, nuk e kishte pasur në një shkallë kaq të gjerë. Dhe pikërisht kjo shumëfishim rrjetësh, kjo aftësi për të mbjetur i pranishëm dhe i respektuar në disa fusha paralele të shoqërisë njëkohësisht, e bënte Hajdarin thuajse të pamundur për t'u izoluar plotësisht, edhe kur strukturat zyrtare të partisë e përjashtonin formalisht nga radhët e saj. Vetë karakteri personal i Hajdarit, siç e kujtojnë ata që e njohën nga afër gjatë atyre viteve, ishte po aq kompleks sa vetë rrjeti i tij i ndikimit. Ishte një njeri që kombinonte një ashpërsi verbale të jashtëzakonshme në foltoren parlamentare me një ngrohtësi personale që i bëri shumë prej bashkëpunëtorëve të tij të mbeteshin besnik ndaj tij, edhe kur besnikëria e tij kushtonte shtrenjtë politikisht. Ishte njeri i familjes, bashkëshorti i Fatmirës dhe baba i dy fëmijëve të vegjël në ato vite, Kirardi dhe Rudina. Dhe njëkohësisht ishte njeri që e dinte, çdo ditë të jetës së tij politike, se familja e vet jetonte në hijen e vazhdueshme të kërcënimeve që ai i tërhiqte mbi vete përmes kokfortësisë së tij të pashëmbullt. Shumë prej bashkosëve e përshkruajnë si njeri që nuk i pëlqente kompromisi, që e shihte çdo tërheqje si formë vogël frike dhe që, sipas disave, ishte thuajse fatalist në raport me rrezikun personal, sikur ta kishte pranuar shumë kohë përpara se rruga që kishte zgjedhur do ta çonte herët avon drejt një fundi të dhunshëm. Ky kombinim i rrallë, guxim personal pothuajse i pamatur, rrjetë ndikimi të shumëfishta dhe të pavarura, dhe legjitimitet historik i pakontestueshëm, e bëri Azem Hajdari një lloj të veçantë kundërshtari për Sali Berishën. Nuk mund të trajtohej thjesht si një deputet i pabindur, sepse ndikimi i tij shkonte shumë përtej kuvendit. Nuk mund të izolohej thjesht duke e larguar nga një post i vetëm, sepse ai mbante disa poste paralele njëkohësisht. Dhe nuk mund të diskreditohej lehtë me akuza standarde korrupsioni apo pa aftësie, sepse historia e tij personale ishte tashmë e ndur pasgjishmërisht me vetë historinë e lindjes së demokracisë shqiptare. E vetmja armë që i mbetej Berishës, siç do ta shohim, ishte sulmi mbi vetë karakterin e tij moral, përpjekja për ta paraqitur si tradhtar të fshehtë, si njeri me dy fytyra, si dikush që kishte shitur shpirtin pikërisht tek ata që dikur kishte ndihmuar t'i rrëzonte nga pushteti. Vitet 1992 deri 1995 ishin vitet e konsolidimit të shpejtë të pushtetit personal të Sali Berishës. I zgjedhur presidenti i Republikës nga kuvendi në prilin e vitit 1992, menjëherë pas fitores së parë të plot zgjedhore të Partisë Demokratike, Berisha filloi të ndërtojë një sistem qeverisjeje ku pushteti rrithte gjithnjë më shumë nga një qendër e vetme. Kushtetuta e vjetër komuniste vazhdonte formalisht të ishte në fuci, e ndryshuar vetëm me ligje kalimtare, dhe kjo i jepte presidentit hapësira të gjera ndikimi mbi qeverinë, mbi gjyqësorin dhe, siç do të pretendonin gjithnjë më shumë kritikët e kohës, edhe mbi vetë median. Ministrat ndryshoheshin shpesh, drejtor institucionesh emëroheshin e shkarkoheshin sipas besnikërisë personale ndaj presidentit, dhe brenda vetë Partisë Demokratike, çdo zë që guxonte të ngrinte pyetje mbi këtë përqendrim pushteti, fillonte të shihej me dyshim gjithnjë më të hapur. Ishte pikërisht në këtë klim që filloi të shfaqet gjithnjë më e qartë ndarja mes dy stileve krejtësisht të kundërta që përfaqësonin Berisha dhe Hajdari.
sepse ndërsa presidenti kërkonte disiplinë, njerëzshmëri dhe besnikëri të pakurzuar nga radhët e partisë së tij, Azem Hajdari vazhdonte të silej, siç kishte sjellë gjithmonë, si një njeri që flet kur sheh padrejtësi, pavarësisht se kush ndodhet përballë. Kjo prirje e tij, e cila në dhjetorin e vitit 1990 e kishte bërë hero kombëtar, tani e drejtuar kundër vetu dhe heqjes së partisë së tij, fillonte ta zhdoronte gradualisht në një element gjithnjë më të pakomod brenda strukturave të pushtetit. Një nga fushat ku kjo tension u bë veçanërisht i dukshëm ishte marrëdhënia e regjimit të ri me median e pavarur. Ndër zërat më kritik të kohës ndaj administratës së Berishës ishte gazeta Koha Jon, e themeluar në fillim të viteve 90 dhe e drejtuar nga një ekip gazetarësh të rinj që kishin vendosur të mos u shërbenin as strukturave të vjetra komuniste, as pushtetit të ri demokratik, por vetëm së vërtetës, siç e shihnin ata. Kjo gazetë denonkonte vazhdimisht abuzimet e pushtetit, korrupsion në administrat, presion mbi gjyqësorin dhe autoritarizëm gjithnjë më të theksuar të presidentit. Për shumicën e figurave të larta të Partisë Demokratike, Koha Jon ishte armik, një zë që duhej izoluar, kufizuar apo, siç ndodhi disa herë gjatë asaj periudhe, ndëshkuar përmes presioneve financiare a ligjore. Por Azem Hajdari, në kundërshtim të hapur me linje zyrtare, u bë një nga mbështetësit e parë e më të qëndrueshëm të kësaj gazete të pavarur. Ky qëndrim, i cili në sytë e shumë demokratëve dukej si tradhti drejt për drejt ndaj vetë partisë që e kishte ngritur në pushtet, ishte në thelb një zgjatje natyrshme e karakterit të tij, të njëjtit karakter që e kishte bërë të ngjitej mbi një stol betoni 7 vjet më parë. Sepse për Hajdarin, liria e shtypit nuk ishte thjesht një parim abstrakt teorik, ishte pjesë e vetë asaj lirie për të cilën ai kishte rrezikuar jetën. Krahas mbështetjes së tij për median e pavarur, Hajdari filloi të vinte veten gjithnjë më shpesh në krah të grupeve shoqërore që ndiheshin të lëna pasdore nga qeveria e re. Ndër këto ishan ish të burgosurit dhe të përndjekurit politik të regjimit komunist, njerëz që kishin kaluar dekada të tëra në burgje e në kampe pune të detyruar dhe që pas rënies së diktaturës prisnin nga shteti i ri jo vetëm njohje morale, por edhe kompensim material real për vuajtjet e tyre. Në shumë raste, premtimet e qeverisë për ish të burgosurit mbetën vetëm fjalë dhe zhgënjimi i tyre u bë gjithnjë më i thellë. Azem Hajdari, i cili vetë kishte ardhur nga Malesia e Veriut, ku kujtimi i internimeve dhe i burgosjeve ishte akoma i freskët në çdo familje, u bë një zë i vazhdueshëm në mbrojtje të kërkesave të tyre, duke i vënë veten shpesh drejt për drejt kundër qeverisë së vetë partisë së tij. E njëjta gjë ndodhi edhe me lëvizjen sindikale. Në një ekonomi që po kalonte një transformim të dhunshëm nga sistemi i planifikuar drejt tregut të lirë, me fabrika që mbylleshin, me paga që vononin muaj të tërë, dhe me punëtor që humblin çdo ditë sigurinë e vogël që sistemi i vjetër, sado i varfër, ua kishte garantuar dikur, sindikatat e pavarura po bëheshin gjithnjë më aktive në kritikën e tyre ndaj politikave ekonomike të qeverisë demokratike. Dhe përsëri, në vend që të qëndronte në krah të qeverisë së partisë së vet, siç do të pritej nga çdo politikan tjetër i të njëjtit skuadër, Hajdari filloi të shihej gjithnjë më shpesh në takime, në protesta e në deklarata publike që mbështesnin kërkesat e punëtorëve të pakënaqur. Kjo linje vazhdueshme kundërshtimi, e ndërtuar gur pas guri gjatë viteve 1993 dhe 1994, filloi më në fund të prodhoi pasoja të drejtë për drejta brenda vetë strukturave të partisë. Sipas dokumenteve të kohës, të nxjerra më vonë në dritë nga hulumtuese gazetar, konflikti mes dy burrave arriti një kulm të parë të hapur në vitin 1995, kur vetë Sali Berisha, përmes faqeve të gazetës së Rilindja Demokratike, organi zyrtar i partisë, hodhi kundër Hajdarit një akuzë aq të rëndë sa nuk kishte kthim brapa të mundshëm në marrëdhëniet mes tyre. Sipas atij shkrimi, Azem Hajdari mbante dy fytyra. Njëra ishte fytyra publike, ajo e liderit të mitingjeve, njeriu që mund të mobilizonte masat me një fjalim të vetëm. Tjetra, sipas akuzës, ishte një fytyrë fshehur, private, e një njeriu që kishte lidhje të drejtë për drejta me figura të njohura të ish sigurimit të shtetit, ndërto përmendej emri i Irakli Koçolarit, dhe që në thelb, sipas fjalëve të përdorura në atë gazetë, ishte një shërbëtor i vetë Ramiz Alis, ish udhëheqësi të fundit të regjimit komunist që Hajdari kishte ndihmuar ta rrëzonte. Ishte një akuzë llogaritur me kujdes për të shkaktuar dëmin maksimal të mundshëm, sepse në një shoqëri ku kujtimi i sigurimit të shtetit ende ngjalte tmerr të thellë, ku çdo shqiptar kishte të paktën një histori familjare të lidhur me atë aparat represioni, të quash dikë bashkëpunëtor të fshehtë atij sistemi ishte njësoj sikur t'i vrisje reputacionin përgjithmonë.
madje edhe pa asnjë provë të dorëzuar publikisht. Për një njeri si Azem Hajdari, i cili kishte ndërtuar tërë identitetin e tij politik mbi guximin e kundërshtimit të hapur ndaj po atij sistemi, akuza se ishte në thelb një krijesë po atij sistemi, ishte një goditje e llogaritur direkt në zemër të vetë legjendës së tij personale. Sipas dëshmive të mëvonshme, pikërisht në atë vit 1995, Sali Berisha e përjashtoi Azem Hajdarin nga Partia Demokratike, duke përdorur këto akuza si bazë zyrtare. Por historia e Azem Hajdarit tregoi, edhe në atë moment, se ai nuk ishte një njeri që tërhiqej lehtë. Sipas kujtimeve të bashkëkohësve, ai e kundërshtoi ashpër atë përjashtim, duke i quajtur të paligjishëm dhe të motivuar tërësisht nga hakmarrja personale e Berishës për pavarësinë e tij politike, jo nga ndonjë shkelje reale e statutit të partisë. Fal presionit të vazhdueshëm që ai vetë ushtroi, fal mbështetjes që gëzonte ende mes bazës militante të partisë, veçanërisht mes atyre që e mbanin mend si heroinë e dhjetorit, dhe fal ndoshta edhe llogarive politike të vetë Berishës, i cili nuk mund të përbalonte lehtësisht humbjen e figurës simbolike të lëvizjes themeluese, Hajdari arriti të ruante, të paktën për një kohë, praninë e tij brenda strukturave të gjera të partisë, edhe pse marrëdhënia mes tij dhe presidentit ishte tashmë e helmuar përfundimisht. Kjo helmim i marrëdhënies u përkeqësua edhe më shumë me ngjarjet dramatike të vitit 1994. Në nëntor të atij viti, Sali Berisha propozoi një kushtetut të re, e cila do t'i jepte presidentit fuqi ekzekutive edhe më të gjera se ato që gëzonte tashmë. Referendumi kushtetues u bë objekt kritikash të ashpra si nga opozita socialiste, ashtu edhe nga organizata ndërkombëtare, të cilat e shihnin projektin si një hap drejt përqendrimit të mëtejshëm të pushtetit në duar të një njeriu të vetëm. Shqiptarët e refuzuan atë kushtetut në kutit e votimit, një goditje e rënd politike për Berishën, i cili për herë të parë pas fitores së madhe elektorale të vitit 1992, u përbal me faktin se as vota populore, as autoriteti i tij personal nuk ishin më të pamposhtur. Reagimi i tij ndaj kësaj humbjeje ishte një shtrëngim edhe më i madh i kontrollit mbi strukturat e brendshme të partisë, dhe një tolerancë edhe më e vogël ndaj çdo zëri që guxonte të mos i binte në sy si absolutisht besnik. Në këtë atmosferë të ngarkuar, çdo veprim i Azem Hajdarit merrte tashmë një peshë të dyfisht. Kur ai vazhdonte të mbështeste median e pavarur, kur vazhdonte të fliste në emër të ish të burgosurve politik dhe të punëtorëve të pakënaqur, ai nuk po thoshte thjesht mendimin e tij si politikan i lirë, po dërgonte një mesazh të drejt për drejt kundër vetë modelit të pushtetit që Berisha po ndërtonte. Një model ku besnikëlia personale kishte zëvendësuar debatin e brendshëm demokratik si vlerë kryesore e partisë. Dhe pikërisht sepse Hajdari ishte një nga themeluesit e vërtet të asaj partie, sepse ai kishte legitimitetin historik të njeriu që kishte ngjitur i pari stolin e betonit në atë natë dhjetori, kundërshtimi i tij ishte shumë më i rrezikshëm për Berishën sesa kundërshtimi i çdo politikani tjetër më pak të njohur. Sepse njerëzit e dëgjonin Hajdarin, dhe kur Hajdari fliste kundër drejtimit që po merrte qeverisja e Berishës, shumë prej atyre që kishin dalë në rrugë në dhjetorin e vitit 1990 dëgjonin me vëmendje. Ndërkohë, viti 1996 soli një thellim të mëtejshëm të krizës kombëtare, dhe njëkohësisht një thellim të mëtejshëm të konfliktit personal mes dy burrave. Zgjedhjet parlamentare të majit të atij viti u zhvilluan në një klim të tensionuar dhe rezultatet, të cilat i dhanë Partisë Demokratike një fitore dërmuese, u kundërshtuan menjëherë nga opozita dhe nga vëzhguesit ndërkombëtar, të cilët denoncuan shkelje të rënda gjatë procesit të numërimit dhe manipulim të dukshëm të rezultateve në disa zona. Për shumë demokratë të linjës së Hajdarit, kjo ishte edhe një provë e re se qeverisja e Berishës kishte filluar të përdorte çdo mjet të mundshëm, të ligjshëm apo jo, për të ruajtur pushtetin absolut. Vet Hajdari, sipas shumë dëshmive të kohës, u zgjodh deputet për qarkun e Bulqizës në ato zgjedhje, por fitoria e tij personale nuk ndryshoi bindjen që kishte ndërtuar gjatë viteve të mëparshme, se partia që kishte ndihmuar ta krijonte, po largohej gjithnjë më shumë nga vlerat për të cilat ai vet kishte rrezikuar jetën në dhjetorin e vitit 1990. Ishte pikërisht në gjysmën e dytë të atij viti kur konflikti i heshtur mes Hajdarit dhe Berishës u përgati të hynte në fazën e tij më publike dhe më të ashpër deri atëherë, sepse Hajdari, i lodhur nga vitet e presionit të brendshëm, nga akuzat, nga përjashtimet dhe nga ndjenja gjithnjë më e fortë se zëri i tij po mbytej brenda strukturave zyrtare të partisë, filloi të kërkojë një platformë të re,
një bazë tjetër fuqie nga e cila mund të vazhdonte betejën e tij kundër autoritarizmit të presidentit. Dhe atë platformë gjeti pikërisht atje ku 8 vjet më parë kishte lindur legjenda e tij, mes njerëzve të thjesht, mes atyre që punonin me duart e tyre dhe që ndjeheshin të harruar nga një qeveri që flitej gjithnjë më shumë për interesa të ngushta dhe gjithnjë më pak për njerëzit që e kishin sjellë atë në pushtet. Ai vendosi të merrte drejtimin e lëvizjes sindikale të pavarur, një hap që do ta çonte drejt përplasjes më të madhe deri atëherë me vetë Sali Berishën, presidentin që dikur kishte qenë mikun dhe bashkëluftëtarin e tij më të afërt. Për ta vlerësuar drejtguximin e Azem Hajdarit gjatë atyre viteve, duhet kuptuar edhe diçka tjetër, shumë e rëndësishme. Hajdari nuk ishte i vetmi themeluesi i madh i Partisë Demokratike që u përplas me stilin gjithnjë më personal të qeverisjes së Sali Berishës përpara tij, dhe në një mënyrë që tregoi qartë se çfarë priste çdo që guxonte të kundërshtonte hapur presidentin. Po e njëjta sorti kishte zënë edhe figura të tjera qendrore të lëvizjes së dhjetorit. Rasti më domethënës ishte ai i Eduard Selamit, njeriu që kishte qenë vetë pedagog i lëvizjes studentore të dhjetorit të vitit 1990 dhe që më pas kishte drejtuar Partinë Demokratike si kryetar, ndërmjet viteve 1992 dhe 1995, pikërisht në periudhën kur Berisha, i zgjedhur president, kërkonte një njeri besnik në krye të strukturave partijake. Selami ishte konsideruar për vite me radhë një prej intelektualëve më të respektuar të lëvizjes demokratike, një njeri i pajisur me aftësi organizative dhe me një farë distance kritike ndaj çdo forme ekstremizmi politik. Por kur në nëntor të vitit 1994, projekti i ri i kushtetutës, i mbështetur fort nga vetë Berisha, u refuzua nga populli në referendum, Selami bëri diçka që dukej krejt e natyrshme për një udhëheqës politik të përgjegjshëm. Në një takim të degës së partisë në Shkodër, ai deklaroi haptazi se kishte qenë gabim ta çonin projektin e kushtetutës në referendum, se do të ishte dashur të miratohej me konsensus brenda vetë kuvendit. Ishte një kritike drejt për drejt, por e formuluar në mënyrë të matur, e drejtuar te vetë arkitekti dhe zbatuesi kryesor i asaj fushate e referendumit të dështuar, pikërisht Sali Berisha. Përgjigjja nuk vonoi. Në mars të vitit 1995, në një kongres të jashtëzakonshëm të partisë, Eduard Selami u hoq nga posti i kryetarit dhe brenda kohës së shkurtër u largua nga vetë Shqipëria drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, praktikisht një dëbim politik i heshtur, por i plot. Ky episod tregoi diçka që shumë prej bashkosëve e kuptuan menjëherë, edhe pse pak prej tyre guxuan ta shprehin haptazi. Kushdo që kundërshtonte Sali Berishën, sado i respektuar apo i rëndësishëm historikisht, të ishte për vetë krijimin e demokracisë shqiptare, humbiste vendin e vet brenda strukturave të partisë. Madje edhe një kritike formuluar me kujdes akademik, siç ishte ajo e Selamit, e humbiste autorin e saj brenda javësh. Krahas Selamit edhe figura të tjera themeluese si ekonomisti Gramos Pashko, njëri prej intelektualëve që kishin ndihmuar të hartonin platformën e parë ekonomike të Partisë Demokratike, u larguan gradualisht në qendra e vendimarrjes, të zëvendësuar në njerëz me profil më të ulët intelektual, por me besnikëri më të garantuar personale ndaj presidentit. Modeli ishte gjithnjë më i qartë. Partia që kishte lindur si një koalicion i gjerë zërash të ndryshëm, nga ishte burgosur politik deri te intelektuale student, po ngushtoi vit pas viti në një strukturë ku pak njerëz të besuar merrnin të gjitha vendimet e rëndësishme dhe ku çdo zë tjetër, sado i vlefshëm historikisht, rrezikonte të hidhej jashtë në çastin kur guxonte të mos binte dakord. Ishte pikërisht kundër këtij modeli gjithnjë më të mbyllur që Azem Hajdari zgjodhi të qëndronte, edhe pse rreziku ishte i njëjti që kishte parë tashmë tek Eduard Selami dhe tek Gramos Pashko. Ndryshe nga ta, Hajdari nuk kishte thjesht një profil intelektual apo teknik brenda partisë. Ai kishte diçka që as Selami, as Pashko nuk e kishin në po të njëjtën mas, legitimitetin popullor të drejt. Atë të njeriu që kishte ngjitur i pari stolin e betonit në dhjetor të vitit 1990. Ky legitimitet e bënte atë njëkohësisht më të vështirë për të eliminuar politikisht se sa Selamin apo Pashkon, por edhe, siç do të vërtetohej më vonë, shumë më të rrezikshëm në sytë e Sali Berishës, sepse kur Hajdari fliste, njerëzit e mbanin mend jo thjesht politikamin, por vetë simbolin e lirisë së fituar. Kjo është arsyeja pse ndërsa Selami u largua në heshtje relative drejt mërgjimit amerikan dhe Pashko u zbe gradualisht nga skena, Berisha nuk mund të trajtonte Azem Hajdarin me të njëjtën qetësi procedurale. Përjashtimi i tij nga Këshilli Kombëtar në vitin 1995, akuzat se ishte spiun i ish sigurimit të shtetit dhe shërbëtor i Ramiz Alis,
Nuk ishin thjesht formalitete burokratike siç kishte qenë largimi i Selamit. Ishin një përpjekje e dëshpëruar për të shkatëruar vetë themelin moral mbi të cilin qëndronte fuqia e Hajdarit, legjendën e tij personale si heroi pa përkulur i dhjetorit. Sepse nëse Berisha mund ta binte popullin se heroi i dikurshëm ishte në të vërtetë një bashkëpunëtor i fshehtë i regjimit që kishte rrëzuar, atëherë gjithë forca morale të Hajdarit do të shpërbëhej përnjëherësh dhe kundërshtimi i tij do të mund të hidhej poshtë si thjesht një komedi e ndyrë e një njeriu të dyfisht. Por plani nuk funksionoi ashtu siç e kishte menduar Berisha, sepse shumë shqiptar, veçanërisht ata që e kishin parë Hajdarin me sytë e tyre në ato ditë të dhjetorit, ose që e kishin ndjekur më pas në përvite si zë kritik ndaj abuzimeve të pushtetit, nuk e besuan lehtë atë akuzë. E pan atë përkundrazi, si pikërisht ajo çka Hajdari vetë e quajti, si hakmarrje personale e veshur me petkun e drejtësisë partijake. Dhe kjo mosbindje popullore, ky refuzim për të braktisur plotësisht Hajdarin edhe pas fushatës së parë kundër tij, e detyroi Berishën të mbante gjallë atë hostilitet për vite me radhë, në vend që ta zgjidhte një herë mirë, siç kishte bërë me Selamin apo me Pashkon. Dhe pikërisht ky vazhdimsi e gjatë e konfliktit, ky refuzim i njërit prej të dyve për t'u dorëzuar, e bëri betejën mes tyre gjithnjë më publike, gjithnjë më të hidhur dhe, siç do ta shohim, gjithnjë më të rrezikshme, derisa arriti kulmin e saj të parë madhor pikërisht në fund të vitit 1996, kur Hajdari vendosi të kërkonte një bazë të re fuqie krejtësisht jashtë kontrollit të presidentit, tek vetë punëtorët e Shqipërisë. Data 5, nëntor e vitit 1996, shënoi hapjen e fazës më të ashpër e më publike të gjithë kësaj lufte të brendshme. Atë ditë, Azam Hajdari mori zyrtarisht drejtimin e sindikatave të pavarura bashkuara shqiptare, organizatën më të madhe sindikale të vendit jashtë kontrollit të drejt për drejt shtetëror. Ky nuk ishte thjesht një post nderi apo simbolik. Ishte një bazë e re fuqie, ndërtuar mbi mijëra punëtorë të pakënaqur nga vështirësitë ekonomike dhe e pavarur, të paktën në letër, nga strukturat e Partisë Demokratike që Berisha kontrollonte me kaq forcë. Vetë procesi i marrjes së kësaj drejtorie u shoqërua menjëherë me konflikt, sepse një tjetër figurë sindikaliste, Vlatër Xheka, e kundërshtoi legjitimitetin e kësaj zgjedhjeje dhe çështja përfundoi në gjykatë, ku të dyja palët kërkonin njohje zyrtare si drejtues të vetëm të ligjishëm të organizatës. Por përtej betejës gjyqësore për titullin, ajo çka e shqetësonte vërtet Sali Berishën ishte qëllimi për të cilin Hajdari donte ta përdorte këtë platformë të re. Brenda pak javësh nga marrja e drejtimit sindikal, Hajdari filloi të organizonte protesta të përbashkëta mes punëtorëve dhe grupeve të tjera shoqërore të pakënaqura, duke kërkuar hapur dorëheqjen e qeverisë së kryeministit Aleksandër Meksi, qeveri që, sado formalisht e pavarur si institucion, ishte në thelb një zgjatje drejt për drejt e vullnetit politik të presidentit Berisha. Kulmi i kësaj lëvizjeje erdhi më 13 dhjetor të atij viti, kur Hajdari organizoi një protestë të madhe të përbashkët në sindikatat, duke kërkuar publikisht rrëzimin e qeverisë Meksi. Ishte hera e parë që një figurë kaq e njohur e vetë Partisë Demokratike dilte kaq hapur kundër qeverisë së partisë së saj, duke përdorur pikërisht ato mjete, mobilizimin popullor dhe presionin e rrugës, që kishin qenë dikur arma kryesore e vetë Partisë Demokratike kundër regjimit komunist. Reagimi i Sali Berishës ndaj kësaj sfide të hapur ishte i shpejtë dhe pas një kompromis. Fillimisht, presidenti arriti të siguronte përmes rrugëve gjyqësore largimin e Hajdarit si kryetar zyrtar i sindikatave, duke i dhënë fund kontrollit të tij mbi atë platformë të re fuqie. Por Hajdari, siç kishte treguar gjithmonë gjatë gjithë karrierës së tij, nuk ishte njeri që tërhiqej pas një humbjeje të vetme. I hequr nga drejtimi sindikal, ai u kthye atje ku kishte filluar gjithçka 8 vjet më parë, tek studentët. Më 6 janar të vitit 1997, ai organizoi një grev të gjerë në universitetet e vendit, duke i bashkuar edhe një herë kërkesat sociale me kritikën politike ndaj qeverisë dhe presidentit. Ishte pikërisht kjo grev universitare ajo që shkaktoi shpërtimin final të armiqësisë mes dy burrave, të reflektuar me një ashpërsi të pashembullt në faqet e gazetës zyrtare të partisë. Në artikullin e datës 7 janar, Rilindja Demokratike, duke ju referuar drejt për drejt greves organizuar nga Hajdari, shkroi fjalë që tronditen edhe vetë demokratët e moderuar. Gazeta e quajti atë kloun mjeran të politikës shqiptare, të udhëhequr nga një ego në fryr artificialisht nda një tuf bredacakësh ordiner përreth tij. E akuzoi se përdorte të afërmit e vet për qëllimet e errta,
duke përmendur në mënyrë të koduar një nip të tij që, sipas shkrimit, në vend të librave preferonte të mbante vulën në jastëk, një aluzion i qartë ndaj akuzave për abuzim me pushtetin dhe dokumentet zyrtare. Në po atë artikull, gazeta rrëfente me kënaqësi të dukshme se muaj më parë, kur Hajdari kishte organizuar një mbledhje në stadiumin Qemal Stafa, as punëtorët, as studentët, as qytetarët e Tiranës nuk kishin ardhur as për ta përqeshur, aq ishte rënd sipas asaj gazete prestigji i tij personal. Britmat e tij, shkruante gazeta e partisë, ngjanin me ekstazat e një drejtuesi bastesh, jo me fjalimet e një udhëheqësi politik serioz. Të nesërmen, në 8 janar, sulmi u ashpërsua edhe më shumë, duke marrë tashmë një ton që të i kalonte çdo formë normale polemike politike. Rilindja Demokratike botoi një shkrim ku Sali Berisha ose njerëz shumë të afërt me të i dërguan Hajdarit një mesazh të koduar por të kuptueshëm për çdo që dinte të leconte gjuhën e nënkuptimeve politike shqiptare. Gazeta shkruante se disa padron, të cilëve nuk u përmende emri, kishin vendosur ta përdornin Hajdarin, tashmë të konsideruar të pavlefshëm politikisht, si pilot vdekje. Në të njëjtin shkrim, gazeta e shantazhonte hapur, duke premtuar se do të publikonte në numrat e ardhshëm histori të dyshimta që sipas tyre vet Hajdari i dinte shumë mirë. Ishte një gjuhë ndërtuar për të friksuar, për ta bërë të kuptonte se kushdo që qëndronte pas atij artikulli e njihte çdo pjesë të errët të së shkuarës së tij, dhe se ishte gati ta përdorte atë njohuri si armë përfundimtare, pikërisht në momentin kur do të ishte më e dëmshme. Të nesërmen akoma, në 9 janar, dhuna e fjalëve u shndërrua në veprim zyrtar politik. Kryesia e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, e drejtuar në atë kohë nga Tritan Shehu, një figurë e njohur si besnik i palekundur i Berishës, njoftoi se do t'u propozonte forumeve drejtuese të partisë largimin e deputetit Azem Hajdari nga vet grupi parlamentar. Arsyet e paraqitura ishin vagta, të formuluara në gjuhën standarde të çdo përjashtimi politik, kundërvënie ndaj programit të partisë dhe të qeverisë demokratike. Por të gjithë e kuptonin se pas kësaj gjuhe burokratike qëndronte diçka shumë më e thjeshtë dhe shumë më personale. Dëshira e presidentit Berisha për të hequr përfundimisht qafet të vetmi njeri brenda strukturave të larta të partisë që kishte guximin dhe mbi të gjitha legitimitetin historik, për t'i kundërshtuar hapur autoritetin. Në po atë ditë, 9 janar, Berisha vuri në lëvizje edhe forumin rinor të Partisë Demokratike, i cili organizoi menjëherë një takim me shoqata studentësh. Rezultati i atij takimi u pasqyrua në gazetën e partisë të nesërmen, në 10 janar, ku raportoi se studentët kishin miratuar një deklaratë publike distancimi nga Azem Hajdari, duke i quajtur provokator dhe të dështuar, dhe duke i bërë thirrje shokëve të tyre që të mos binin prej individëve të dështuar politikisht, që në mënyrë provokative dhe të paligjishme donin t'i përdornin studentët për qëllime ordinere. Ishte një ironi e hidhur, pothuajse e padurueshme për ata që mbanin mend historinë e vërtetë, se pikërisht studentët, ata që 8 vjet më parë kishin qenë forca që e kishte ngritur Hajdarin në qiellin e historisë shqiptare, tani, të organizuar nga vetë strukturat e partisë që i kishte ndihmuar ta krijonte, po e cuanin provokator dhe të dështuar. Përballë kësaj fushate të organizuar me kujdes prej rilindjes demokratike, prej grupit parlamentar, prej forumit rinor, Azem Hajdari nuk heshti. Më 20 janar ai u ngrit në foltoren e kuvendit dhe foli për herë të parë publikisht, drejt për përjashtimin e tij, duke e kundërshtuar atë me argumente të ftohta juridike, jo vetëm me indinjat emocionale. Ai shpjegoi se sipas statutit të vet partisë, ai ishte ende zyrtarisht antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, thjesht i pezulluar pa afat, dhe se termi pezullim ndryshonte thelbësisht në kuptimin juridik nga termi përjashtim. Theksoi se asnjë kund në komunikimet zyrtare nuk përmendej motivacioni i saktë se cilën pikë të programit të Partisë Demokratike ai kishte shkelur, dhe me një saktësi që tregonte se ai vetë kishte studiuar me kujdes statutin e partisë, kujtoi se vendimi për përjashtimin e një anëtari të Këshillit Kombëtar i takonte vetëm Kongresit të Partisë Demokratike, i cili mund ta pranonte ose jo propozimin e kryetarit, në rast se një kompetencë e tillë do të ekzistonte fare në statut, gjë që sipas tij nuk ekzistonte. Ky fjalim parlamentar i 20 janarit ishte në një kuptim të thellë momenti më tragjik dhe njëkohësisht më domethënës i gjithë kësaj historie, sepse atij qëndronte njeriu që kishte thyer heshtjen e 46 viteve diktaturë, që kishte rrezikuar jetën për të krijuar pikërisht atë institucion, kuvendin e lirë të një Shqipërie demokratike,
ku tani po detyrohej të mbrohej fjalë për fjalë, paragraf për paragraf, kundër akuzave të pabaza dhe përjashtimit të paligjshëm nga vetë partia që kishte ndihmuar ta ndërtonte. Nuk ishte më asnjë ambiguitet, asnjë hapësirë interpretimi. Lufta mes Azem Hajdarit dhe Sali Belishas ishte tani plotësisht publike, plotësisht e njohur nga çdo shqiptar që lexonte gazetat apo ndiqte lajmet, dhe plotësisht e paktyeshme. Megjithatë, Hajdari nuk u tërhoq nga skena politike, siç ndoshta kishin shpresuar arkitektët e fushatës kundër tij. Përkundazi, ai vazhdoi kritikat e tij ndaj qeverisë së Partisë Demokratike me po të njëjtën forcë këmbënguljes si më parë, tani si një figurë e izoluar zyrtarisht, por ende me një ndikim të konsiderueshëm mbi një pjesë të bazës militante të partisë dhe mbi opinionin publik të gjerë, i cili e kujtonte akoma si simbolin e dhjetorit të vitit 1990. Dhe ndërsa Berisha mendonte se kishte arritur më në fund të heshte njëri nga kritikët e tij më të rrezikshëm brenda vetë radhëve të Partisë Demokratike, kombi i tërë po drejtohej me shpejtësi drejt një krize ekonomike aq të thellë sa do ta çonte gjithë Shqipërinë në buzë të kolapsit shtetëror, dhe do t'i jepte Azem Hajdarit rastin për akoma një kapitull tjetër, edhe më dramatik, në betejën e tij të gjatë kundër njeriut që dikur kishte qenë bashkëluftëtari i tij më i afërt. Ndërsa Azem Hajdari po paguante çmimin e izolimit dhe të përjashtimit për guximin e tij të hershëm, historia do të dëshmonte brenda pak javësh se ai kishte parë më herët dhe më qartë se pothuajse kushdo tjetër brenda Partisë Demokratike se ku po lçonte vendin stili i qeverisjes së Sali Berishas. Në shkurt të vitit 1997, kriza e skemave piramidale, e cila kishte filluar të shpërthej pikërisht në ato javë, arriti pikën e saj më dramatike në qytetin bregdetar të Vlorës. Më 6 shkurt, shpërtheu falimentimi i firmës Gjalika, njërës prej skemave më të njohura financiare të vendit, dhe brenda ditësh, mijëra qytetar të Vlorës, të cilët kishin humbur kursimet e tyre të jetës, dolën në protesta që shpejt kaluan çdo kufi të kontrollueshëm nga policia. Përpjekjet e përsëritura të shtetit për t'i shpërndar protestat me forcë dështuan njëra pas tjetrës, dhe pamjet e përplasjeve mes qytetarëve dhe policisë të transmetuara nëpër media tronditën gjithë vendin. Autoriteti qendror i shtetit filloi të shpërbëhej në pjesë të tëra të territorit dhe asnjë zgjidhje politike nuk dukej e afërt në horizont. Përballë kësaj krize gjithnjë më të pakontrollueshme, më 12 shkurt të atij viti, u mblot Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike në Tiranë, në praninë si gjithmonë të vetë presidentit Berisha, i cili, edhe pse zyrtarisht kishte hequr dorë nga kryesia e drejtpërdrejtë e partisë, vazhdonte të ndikonte çdo vendim përmes besnikëve të tij, ndërta edhe vetë kryetari zyrtar i asaj kohe, Tritan Shehu, të cilin shumë e përshkruanin thjesht si një kukull në duart e presidentit. Në atë mbledhje, një grup prej 14 ministrash, deputetësh, kryebashkiakësh dhe funksionarësh të tjerë të lartë të Partisë Demokratike, mes tyre dhe kryebashkiaku i Vlorës, paraqitën një deklaratë të përbashkët që, për standardet e kohës, ishte pothuajse revolucionare. Ata kërkuan hapur që vetë Partia Demokratike të pranonte publikisht gabimet dhe përgjegjësitë e saj për situatën e krijuar, që brenda partisë të rivendosej urgjentisht demokracia dhe funksionimi i hapur i të gjitha strukturave statutore, dhe që qëndrimet e partisë të ishin qëndrime kolektive të gjithë saj, jo të disa individëve që, siç shkruhej fjalë për fjalë në atë deklaratë, tregonin egoizëm dhe mungesë lartpamësie e gjykimi politik. Por pika më e mprethë të gjithë asaj deklarate ishte kërkesa që presidenti i Republikës të shkëputej nga partitë në atë periudhë kritike, duke ruajtur vetëm rolin e garantit të paanshëm të dialogut ndërpartijak, çka do të thoshte, e thënë pa asnjë mbështjellje diplomatike, që Berisha të hiqte dorë nga ndikimi që ushtronte mbi pushtetet e tjera të shtetit. Deklarata kërkonte gjithashtu hapjen e një dialogu të sinqertë me të gjitha forcat politike shqiptare dhe dorëheqjen e qeverisë së kryeministit Meksi. Ishin fjalë që, deri në atë ditë, askush brenda radhëve të larta demokratike nuk kishte guxuar të shqiptonte kaq hapur e kaq zyrtarisht. Përgjigjja e Berishës dhe kësaj deklarate ishte e shpejtë dhe pa asnjë hapësirë kompromisi. Ai i hodhi poshtë me përbuzje kërkesat e këtij grupi që media e kohës e quajti menjëherë rebelët e brendshëm të Partisë Demokratike. Historia do të dëshmonte shpejt se kush kishte gjykuar drejt situatën. Vetëm 17 ditë më vonë, më 1 mars, qeveria e Aleksandër Meksit u detyrua të jap dorëheqjen, ndërsa vendi ishte tashmë i përfshirë plotësisht në flakët e protestave të armatosura.
Depot ushtarake ishin sulmuar dhe zbrazur në pjesë të mëdha të jugut, autoriteti shtetëror ishte shpërbër krejtësisht në disa zona, dhe asnjë strukturë vetme e pushtetit nuk mund të pretendonte më kontroll të plot mbi territorin. Qeveria e re u formua vetëm në 9 mars, në një atmosferë krize aq të thellë sa vendi u krahasua nga vëzhguesit e huaj me shembujt më të errët të shpërbërjes shtetërore që kishte njohur Evropa e fundit të shekullit 20. Rëndësia e kësaj deklarate të 14 rebeleve të shkurtit, e cila sot mbetet një dokument i rëndësishëm historik i asaj periudhe, qëndron pikërisht në krahasimin që lejon të bëjmë me rrugën që kishte ndjekur tashmë muaj më parë Azem Hajdari. Sepse ndërsa ky grup i ministrave dhe deputetëve u gjen të kërkonte hapur largimin e Berishës në ndikimin mbi partinë vetëm në shkurt të vitit 1997, të shtyr në presioni i pashmangshëm i një krize ekonomike që kërcënonte të fshinte gjithçka, Hajdari kishte marrë tashmë të njëjtin qëndrim, në thelb edhe më radikal, që në vjeshtën e vitit të kaluar, kur ende nuk kishte asnjë shenjë të dukshme se piramidat financiare ishin gati të shemben, ai nuk priti krizën për ta kundërshtuar Berishën. Ai e kundërshtoi kur ende duke i papërmbajtshëm, kur ende zotëronte gjithë fuqinë e presidencës dhe gjithë kontrollin mbi median zyrtare, dhe kur kundërshtimi kushtonte shumë më shtrenjtë se sa do të kushtonte muaj më vonë, kur gjithë vendi tashmë ishte kthyer kundër tij. Kjo është ndoshta dalimi më domethënës mes Hajdarit dhe atyre 14 emrave të tjerë që u bashkuan në deklaratën e shkurtit. Ata vepruan kur rreziku i mospajtimit me Berishën ishte tashmë më i vogël se rreziku i heshtjes përballë kolapsit të vendit. Hajdari kishte vepruar shumë kohë përpara, kur rreziku i vetëm i dukshëm ishte pikërisht ai që e godita atë personalisht, izolimi, përjashtimi, shpifja publike dhe, siç do të vërtetohej më vonë, edhe kërcënimi i drejt për drejt ndaj vetë jetës së tij. Ndaj kur historianët e sotëm shqiptar vlerësojnë figurat që parashikuan më herët se të tjerët rrezikun e një pushteti të përqendruar tepër në duart e një njeriu të vetëm, emri i Azem Hajdarit del gjithmonë në krye të asaj liste të shkurtër, jo sepse ishte i vetmi që e kundërshtoi Berishën, por sepse ishte i pari, dhe sepse e bëri këtë kur ende askush tjetër nuk gjente guximin ta bënte. Ndërsa fillimi i vitit 1997 sillte kulmin e parë të hapur të luftës mes Hajdarit e Berishës, brenda pak javësh gjithë vendi u përfshi në një katastrofë ekonomike që do ta bënte konfliktin e tyre personal të dukej thuajse i vogël përballë përmasave të krizës kombëtare. Miliona shqiptar kishin depozituar kursimet e tyre të jetës në skema financiare piramidale, kompani që premtonin fitime të pamundura dhe që në thelb nuk kishin asnjë bazë ekonomike reale, përveç parave të depozituesve të rinj që financonin fitimet të depozituesve të vjetër. Në janar dhe shkurt të atij viti, njëra pas tjetrës, ato skema filluan të shëmbeshin dhe brenda javësh populli shqiptar u përball me realitetin e hidhur se kishte humbur gjithçka. Zemërimi popullor, i cili deri atëherë ishte kanalizuar kryesisht përmes protestave të organizuara nga Hajdari dhe sindikatat, tani shpërtheu në një shkallë krejtësisht të re, të pakontrolueshme. Në qytetet e jugut të vendit, veçanërisht në Vlorë, revolta kundër qeverisë u shndërrua brenda ditësh në kryengritje të hapur, me protestues të armatosur që sulmuan depo ushtarake dhe policore. Autoriteti i shtetit qendror u shpërbë praktikisht në disa zona dhe brenda pak javësh, qindra mijëra armë kaluan nga depozitat shtetërore në duart e popullsisë civile. Ishte, sipas shumë historianëve të mëvonshëm, një nga rastet më dramatike të shpërbërjes shtetërore në Evropën e fundit të shekullit 20, e krahasueshme në përmasa me raste të tjera kaosi shtetëror të kohës. Ishte pikërisht në zemër të kësaj krize, në ditët e para të marsit të atij viti, kur ndodhi një episod që tregoi qartë se, edhe pas përjashtimit të tij zyrtar nga strukturat drejtuese të partisë, Azem Hajdari mbetej ende një zë me guxim të veçantë brenda vetë radhëve demokratike. Sipas procesverbaleve të mëvoshme të nxjerra në dritë nga ulëmtues të historisë së asaj periudhe, më 2 mars të vitit 1997, në një mbledhje të lartë të strukturave shtetërore, presidenti Berisha propozoi gradimin e Bashkim Gazidedes, drejtorit të Shërbimit Shqiptar të Informacionit, në gradën e generalit, si shpërblim për rolin e tij në përpjekjet për të shtypur kryengritjen e armatosur në jug të vendit. Sipas dëshmive nga ajo mbledhje, disa figura të larta demokratike, ndërto edhe Josefina Topalli, mbështetën haptazi idenë që vetë Shërbimi Sekret i Shtetit të përdorej për të shtypur me forcë protestat populore. Në atë salë, me zërave që aprovonin këtë linjë të ashpër, i vetmi që u ngrit e votoi kundër ishte pikërisht Azem Hajdari,
njeriu që 8 vjet më parë kishte marrë mbi vete rrezikun e njëjtë, që tani të tjerë propozonin ta ndëshkonin me armë. Ky moment, i vogël në pamjet e parë brenda kaosit të madh të asaj pranvere, ishte në thelbi i vet karakterit të Azem Hajdarit, dhe arsyeja e vërtet pse konflikti i tij me Berishën nuk ishte kurrë thjesht një garë personale për pushtet apo ambicie. Sepse ndërsa shumë politikanë të kohës, si nga radhët demokratike, ashtu edhe nga ato socialiste, ishin të gatshëm të përdornin çdo mjet, përfshirë forcën shtetërore kundër popullit, për të ruajtur apo rifituar pushtetin, Hajdari, edhe atëherë kur ishte vetë viktimë e sistemit të tij të dikurshëm, refuzoi të mbështeste përdorimin e dhunës shtetërore kundër njerëzve që protestonin, pavarësisht se protesta e tyre ndodhte tani kundër po asaj qeverie që Hajdari vetë kishte kritikuar për muaj të tërë. Kriza e pranverës së atij viti u thellua aq shumë sa bota ndërkombëtare u detyrua të ndërhynte drejt për drejt. Në prill, një forcë ndërkombëtare shumëkombëse, e njohur si Operacioni Alba, u dërgua në Shqipëri për të ndihmuar rivendosjen e rendit dhe për të mbikëqyrur organizimin e zgjedhjeve të reja parlamentare, të cilat u caktuan për fund qershori. Në ato zgjedhje, të zhvilluara në vëzhgim ndërkombëtar intensiv për të siguruar që të mos përsëriteshin manipulimet e vitit të mëparshëm, Partia Socialiste doli fituese e qartë dhe drejtimin e qeverisë e mori Fatos Nano, i cili vetë kishte kaluar vite në burg gjatë qeverisjes së mëparshme të Berishës me akuza korrupsioni që ai vetë i quajti gjithmonë të motivuara politikisht. Përballë kësaj humbjeje elektorale dhe në presionin e vazhdueshëm ndërkombëtar, Sali Berisha u detyrua të tërhiqej nga posti i presidentit në korrik të atij viti, duke i lënë vendin Reshep Mejdanit. Ishte fundi, të paktën për një kohë, i epokës Berisha si presidenti i Republikës. Për Azem Hajdarin, kjo rrëzim i pushtetit të Berishës mund të dukej në pamjet e parë si triumfi i vonuar i vitesh sfide personale. Në zgjedhjet e njëjta të qershorit, ai u rizgjodh vetë deputet, tani për herë të parë për qarkun e vet të lindjes, tropojen, një simbolike fort për njeriu që kishte lindur pikërisht atje. Krahas kësaj, mori edhe drejtimin e Komisionit Parlamentar të Mbrojtjes, një postë që tregonte se pavarësisht viteve të konfliktit të hapur me udhëheqjen e partisë, Hajdari ende gëzonte respekt e ndikim të konsiderueshëm brenda strukturave shtetërore. Por realiteti i ri politik shqiptar soli edhe një ironi të hidhur, ndoshta më të hidhur nga të gjitha ato që kjo histori mban brenda vetes. Sepse tani, si Hajdari ashtu edhe Berisha, i rrëzuar nga presidenca dhe i kthyer si thjesht kryetar i Partisë Demokratike në opozit, u gjendën përsëri në të njëjtin krah të spektrit politik, të dy jashtë pushtetit qeverisës, të dy formalisht pjesës së njëjtës forcë opozitare kundër qeverisë së re socialiste të Fatos Nanos. Do të pritej që një armik i përbashkët i ri, qeveria socialiste, të sillte një farpaqeje të detyruar mes dy rivalëve të dikurshëm, dhe në disa raste publike, të dy burrat u shfaqen së bashku në protesta të përbashkëta kundër qeverisë së Nanos, duke krijuar përshtypjen se ndoshta, përballë një sfide të re më të madhe, hidhërimet e vjetra po zbeheshin. Por sipas shumicës së analistëve që kanë studiuar këtë periudhë, kjo paqe ishte thjesht sipërfaqësore, e imponuar nga rrethanat, jo një pajtim i vërtet. Berisha vazhdoi të kontrollonte fort strukturat e brendshme të Partisë Demokratike përmes njerëzve të tij besnik, si vetë Tritan Shehu, dhe Hajdari, edhe pse formalisht i pranishëm brenda opozitës, vazhdoi të mbetej një figurë izoluar brenda vendimarrjes së vërtetë të partisë, i toleruar për shkak të popularitetit të tij të gjerë, por asnjëherë plotësisht i rehabilituar në qarkun e ngushtë të besimit të kreut të partisë. Sipas një analize të botuar shumë vite më vonë nga gazetari e komentatori Mero Baze, e cila mbetet ndër vlerësimet më të qarta të gjithë kësaj marrëdhënie historike, e vetmja periudhë kur Azem Hajdari nuk e sfidoi Sali Berishën ishte pikërisht ajo e protestave të para të dhjetorit të vitit 1990. Pas asaj periudhe filestare, 8 vjet me radhë deri në vetë ditën e vdekjes së tij, Hajdari qëndroi në një konflikt të vazhdueshëm me udhëheqësinë që dikur kishte ndihmuar ta ngrinte. Ai mbështeti çdo forcë, brenda apo jashtë Partisë Demokratike, që guxonte të kundërshtonte autoritarizmin e Berishës, qoftë kjo koha jon, qoftë ish të burgosurit politik, qoftë sindikatat, qoftë studentët e vet. Për 8 vjet, siç e përshkroi Baze, Azem Hajdari ishte makthi personal i Sali Berishës, derisa, sipas po kësaj analize të hidhur, Berisha vendosi t'i jepte fund përgjithmonë atij makthi. Vitet 1997 dhe 1998 ishin vite kur rreziku ndaj jetës së Azem Hajdarit u bë gjithnjë më konkret, gjithnjë më fizik.
Në shtator të vitit 1997, brenda vetë salës së kuvendit, gjatë një debati të ashpër me një deputet të palës në pushtet, Hajdari u godi disa herë me armë zjarri dhe mbijetoi vetëm fal ndërhyrjes së shpejtë mjekësore. 9 muaj më vonë, në qershor të vitit 1998, ai dhe disa bashkëpartiak të tjerë u ndodhën në mes të një prite tjetër të armatosur, ku një demokrat tjetër u plagos së rënd, ndërsa Hajdari edhe këtë herë shpëtoi pa u prekur drejt për drejt. Këto sulme të njëpasnjeshme, të cilat kanë mbetur objekt hetimish e debatesh publike dhe shumë vite më vonë, tregonin se sa e rrezikuar ishte bërë jeta e këtij njeriu, i cili edhe pse formalisht i izoluar nga qendra e vendimarrjes së partisë së tij, mbetej ende një figurë me ndikim të madh dhe, për shumë të tjerë, me armiq shumë të fuqishëm. Vetë natyra e këtyre armiqësive mbetet edhe sot, objekt debati të thellë mes historianëve dhe gazetarëve shqiptar. Disa e shohin luftën e Hajdarit kundër Berishës si thjesht pjesë e një rrjeti më të gjerë konfliktesh personale, ku përfshiheshin edhe interesa ekonomike, rrjete armësh dhe hakmarrje familjare të lidhura me tokën e tij të lindjes në Tropoj. Të tjerë shohin atë konflikt si thelbësisht politik dhe ideologjik, një përplasje mes dy vizioneve krejtësisht të kundërta për atë çfarë duhej të ishte demokracia e re shqiptare. Njëri i përqendruar te autoriteti dhe kontrolli qendror, tjetri te pavarësia individuale dhe kundërshtimi i vazhdueshëm ndaj çdo forme abuzimi i pushteti, madje edhe kur ai abuzim vinte nga radhët e vet njerëzve me të cilët kishte luftuar dikur krah për krah. Çfarëdo qofshin motivet e sakta, e vërteta e thjeshtë mbetet kjo. Nga 1991 deri në shtator të 1998, Azem Hajdari qëndroi, pothuajse pa ndërprerje, në krah të kundërt të vullnetit të Sali Berishës, brenda vetë partisë që kishin ndërtuar bashkë. E paguan këtë qëndrim me përjashtime të përsëritura, me fushata shpifjesh nëpër media zyrtare, me akuza se ishte spiun i vetë atij sistemi që kishte ndihmuar ta rrëzonte, me izolim politik të vazhdueshëm brenda partisë së vet, dhe siç dëshmojnë sulmet e njëpasnjeshme kundër jetës së tij, ndoshta edhe me diçka shumë më të rëndë. Në mbrëmjen e 12 shtatorit të vitit 1998, ndërsa dilte nga selia e po asaj partie që kishte ndihmuar ta themelonte 8 vjet më parë, jeta e tij u ndërprej përfundimisht nga plumba të pritur me kujdes në errësirën e një rruge të Tiranës. Rrethanat e sakta të asaj nate dhe pyetja se kush qëndronte vërtet pas atij plani janë tregime që u përkasin kapitujve të tjerë të kësaj historie. Ajo çfarë na intereson këtu, në fund të këtij rrëfimi, është një gjë tjetër, shumë më e thellë se vetë çasti i vdekjes, sepse historia e Azem Hajdarit dhe e Sali Berishës nuk mbaroi vërtet atë natë shtatori. Ajo vazhdoi të jetojë, e transformuar, edhe shumë vite më pas, në një mënyrë që tregon sa thellë kishte gjurmuar ai konflikt në vetë shpirtin e demokracisë shqiptare. Në vitin 2019, 21 vjet pas vdekjes së babait të saj, Rudina Hajdari, vajza e Azem Hajdarit dhe vetë deputete e Partisë Demokratike, u gjend përballë një urdhri të drejtpërdrejtë nga Sali Berisha, i cili kërkonte nga të gjithë deputetët demokratë të dorëzonin mandatet e tyre parlamentare, si formë proteste kundër qeverisë së kohës. Rudina Hajdari refuzoi të bindej. E vetmja mes bashkëpartiakëve të saj që guxoi të mos zbatonte urdhrin e drejtpërdrejtë të kreut historik të partisë, ajo u shpal me një herë armike e partisë, saktësisht siç ishte shpalur babai i saj 22 vjet më parë. Edhe pse më vonë vetë Berisha dhe shumë demokratë të tjerë do të pranonin se vendimi për të hequr dorë nga mandatet kishte qenë gabim, Rudina Hajdari mbeti e izoluar politikisht, trashëgiese e drejtpërdrejtë jo vetëm e gjakut, por edhe e vetë fatit të babait të saj brenda po asaj strukture partijake. Kjo përsëritje e historisë 22 vjet më vonë, mes së njëjtës familje dhe të njëjtit rival politik, është ndoshta dëshmia më e fortë se konflikti mes Azem Hajdarit dhe Sali Berishës nuk ishte thjesht një episod kalimtar i viteve 90, por një përplasje thelbësore mes dy mënyrave të kuptuarit të vetë demokracisë. Njëra mënyrë shihte partinë dhe më pas shtetin si një strukturë ku besnikëria personale ndaj një udhëheqësie të vetëm duhej të mbizotëronte mbi çdo gjë tjetër. Tjetra e shihte lirinë e fituar në dhjetorin e vitit 1990 si diçka që i përkiste çdo qytetari dhe që duhej mbrojtur, madje edhe kundër atyre që dikur e kishin ndihmuar ta sjellin. Azem Hajdari zgjodhi mënyrën e dytë dhe e pagoi këtë zgjedhje me çmimin më të lartë të mundshëm.
Por zëri i tij, ai zë i papërkudur që kishte thyer për herë të parë heshtjen e 46 viteve diktaturë mbi një stol betoni në një natë të ftohtë dhjetori, vazhdoi të gjejë jehon, brez pas brezi, sa herë që dikush në Shqipëri ngrihet për të thënë se as liria e fituar me gjak, as partia e themeluar me idealizëm, nuk duhet i përkasin kur vetëm një njeriu të vetëm. Ka një ironi të fundit, ndoshta më e hidhura nga të gjitha, që kjo histori e lë pas si trashëgjimi. Njeri që në janar të vitit 1997 ishte quajtur nga gazeta e vet partisë së tij Kloun Mjeran, spiun i ish sigurimit të shtetit dhe shërbëtor i fshehtë i Rami Zalis, u zhderua brenda pak muajsh pas vdekjes së tij në një simbol zyrtar kombëtar, të nderuar pikërisht nga po ato struktura shtetërore që dikur kishin firmosur përjashtimin e tij. Më 2 tetor të vitit 1998, pak javë pas vrasjes, Azem Hajdari mori pas vdekjes titullin e qytetarit të nderit të Tiranës. Ju dha gjithashtu titulli i herojit të demokracisë, dhe emri i tij u vendos mbi rrugën hyrëse drejt Lugjinës së Valbonës, në zemër të po asaj tropoje ku kishte lindur. Vite më vonë, në 2007, ai u dekorua edhe me urdhrinë e Skënderbeut nga presidenti i asaj kohe si njohje zyrtare shtetërore për kontributin e tij historik. Vetë Sali Berisha, sapo lajmi i vrasjes u përhap, ndryshoi menjëherë tonin që kishte mbajtur kundër Hajdarit gjatë 8 viteve të fundit, duke i quajtur publikisht martir dhe hero, dhe duke ja hedhur fajin e drejt për drejt të vrasjes Partisë Socialiste dhe udhëheqësve të saj, në një betejë retorike që do të vazhdonte për vite me radhë në përgjyqje, hetime dhe deklarata publike të njëpasnjeshme. Ky kthim i papritur nga gjuha e përbuzjes në gjuhën e nderimit, ndodhur brenda pak orësh në momenti kur lajmi i vdekjes u konfirmua, la shumë vëzhgues të kohës në heshtje të hutuar. Sepse si mund të bëhej martir kombëtar brenda një nate të vetme, njeriu që deri para pak muajsh ishte përshkruar zyrtarisht si bashkëpunëtor i fshehtë i regjimit komunist? Përgjigja, sado e thjesht, është edhe më e hidhur se vetë pyetja. Në politik, veçanërisht në politikën e sapo lindur të një demokracie ende të brisht, të vdekurit bëhen shpesh më të dobishëm se të gjallët, sepse nuk mund të flasin më vetë, dhe kujtimi i tyre mund të formësohet lirisht nga ata që mbijetojnë sipas nevojave të qastit politik. Kjo tërheqje e vazhdueshme mbi kujtimin e Azem Hajdarit, mes atyre që i quajnë hero të pastër të demokracisë dhe atyre që kujtojnë me hollësi çdo akuzë të hedhur kundër tij gjatë viteve të fundit të jetës, tregon se sa e vështirë mbetet edhe sot të gjendet një version i vetëm, i qetë dhe i pakontestuar i historisë së tij. Por pikërisht në këtë kompleksitet, në këtë refuzim të figurës së tij për të ngjeshur brenda një kornice të thjesht heroi apo tradhtari, qëndron ndoshta vlera e vërtetë e kësaj historie. Sepse Azem Hajdari nuk ishte as engjël i pastër, ashtu siç e paraqesin sot shumë prej atyre që e nderojnë çdo shtator me lule mbi vendin ku ra, as demoni i dyfisht që e paraqiti dikur gazeta e vet partisë së tij. Ishte një njeri i vërtet, plot kontradikta, plot guxim dhe plot gabime, i cili zgjodhi në një moment historik të caktuar të thyej heshtjen kur heshtja ishte më e sigurta, dhe që pastaj për 8 vjet të tërë vazhdoi ta thyej atë heshtje sërish e sërish, edhe kur ta bëje këtë kundër vetë njerëzve me të cilët kishte ndarë triumfin e parë. Kërkonte një lloj guximi shumë më të vështirë se ai i natës së parë të dhjetorit. Është pikërisht ky guxim i dytë, ai i kundërshtimi të vazhdueshëm ndaj vetë krijesës së tij politike, ndaj vetë njerëzve që kishte ndihmuar t'i sillte në pushtet, që e dallon Azem Hajdarin nga shumë heronj të tjerë të tranzicioneve demokratike anë mbanj botës. Shumë prej atyre që ndezin shkëndijën e parë të një revolucioni, pastaj heshtin ose përshtaten ose bëhen vetë pjesë e sistemeve të reja pushteti, duke haruar shpejt idealet për të cilat kishin rrezikuar fillimisht jetën. Azem Hajdari zgjodhi rrugën tjetër, shumë më të vështirë dhe shumë më të vetmuar. E pagoi atë zgjedhje me izolim, me shpifje, me armiq të shumtë të fuqishëm dhe në fund, siç e dim tashmë, edhe me vetë jetën e tij. Por pikërisht sepse e pagoi një çmim kaq të lartë për të mbetur besnik ndaj asaj që besonte, emri i tij vazhdon të ngrihet edhe sot, si kujtesë e vështirë por e nevojshme, se liria e fituar një herë nuk mbrohet vetëm në natën kur fitohet, por çdo ditë pas saj, madje edhe kundër atyre që dikur ndan me ty triumfin e parë.